Mua në studio është kolegu Sokol Bregu. Sokol, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Operacioni radhës Shqipëri-Itali, Sokol, për goditjen e grupeve kriminale. Çfarë do thotë ky bashkëpunim ISPAK me antimafian italiane? Më lejo ta nis me antimafian italiane, i cili është partneri jon kryesor. Pa antimafian italiane, shumë prej atyre që kontrollojnë trafiqe droge dhe shefa organizatash kriminale, nuk do prekeshin kurrë në Shqipëri, nuk do cënoheshin kurrë, do bënin si donin vetë. Vetëm në sajt të antimafias italiane, cila mban gjithmonë raportet të shkëlqyera me prokurorit, jo vetëm e SPAK, po dhe me prokurorit e rretheve. Antimafia në fakt, edhe kur ka dalë në përfundime të plota që prokurorit shqiptare mund të kënë qenë të korruptuara, hetimet kanë qenë të dekonspiruara, nuk ka hequr dorë kurrë nga një bashkëpunim me Shqipërinë. E po ashtu edhe Guardia di Finanza, e cila e kupton dhe fare mirë që edhe pse fotografonte nga ajri, toka e mbjell me ashash, vazhdon dhe t'ishte aty se ishte tjetër kujt, e një të fortja, një njeriu me lidhje tjera. Pra, në këtë kontekst, antimafia është e vetme partner serioz dhe kryesor që na kanë ndihmuar shumë. Sepse në logjik, emrat që bëjnë më shumë zhurmë janë DEA, FBI, e tjera për këto, ose Gjermanët, francezët, këta kanë dhënë shumë pak bashkëpunim në Shqipëri. Pra bashkëpunimi më rëndësishëm është me antimafia italiane. Absolutisht është antimafia italiane. Kjo edhe pse shqiptarët në përgjithësi trafikun kryesor të drogës së tyre e bëjnë në Itali. Lidhemi me rastin. Pse ky rast do të shkonte deri në fund dhe pse do të ishte në qendër të vëmendjes. Në Itali ashtu siç në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian mund tolerohesh të shesësh drogë, nuk ka asnjë, sepse droga ka treg dhe tregu e kërkon. Por i Zoti është ai që ekziston edhe pa kryer asnjë akt dhune. Në rastin konkret kemi një italian të vrarë. Absolutisht që nuk ka qenë vetëm shqiptari në këtë mes, autori vrasjes, e para njerë sepse në vendin e ngjarjes ku vra italiani janë gjetur gëzhoja të 2 pistoletave të vrara, të përdorura, më fal. Dhe ka dhe një person të dytë. I vetmi që është identifikuar, ose më saktë i është hedhur një akuzë është personi në fjalë. Megjithatë dhe kjo nuk është e plot se kush e kreu vrasjen e italianit. Por gjithçka ka nisur nga vrasja, ky hetim ka nisur gjithçka nga kjo vrasje. Më pas këtij ekzekutimi, i cili besoj vjen për korridor, vjen për arsye të rrjetit, një nga shtetasit shqiptar, antar i kësaj organizate, ka qarkulluar rreth 200 kg drejt Rumanisë. Lejo të them që Rumania është vendi i synuar jo vetëm nga shqiptarët, por nga gjithë grupet kriminale në Europë për të çuar drogë, sepse kokaina në Rumani kushton më shtrenjtë se në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian. Afërsisht me Zvicrën. Dhe pse Zvicrë dhe Rumani? Sepse vetëm Zvicra dhe Rumania janë 2 policit aktuale në Bashkimin Evropian që e sulmojnë trafikun e drogës. Dhe i sulmojnë edhe trafikantët. Dhe aty ku sulmohet dhe ka më pak drogë, aty çmimi shkon jashtëzakonisht, kuptohet më shumë në logjikë. Dhe prandaj gjithë tentojnë Rumaninë dhe Zvicrën. Por Rumania ka një përqindje, prandaj është arrestuar, ka një përqindje të jashtëzakonshëm të kapjes, është diku tek 3/5, pra 3/5 Rumania i kap, është me një polici e cila ka vënë si synim luftën ndaj drogës, ka arritur nivele maksimale. Dhe në një nga këto rrugë ka rënë edhe shqiptari akuzuar në këtë pikë. Këtu po shohim edhe pamjet e personave të përfshirë, ku nuk është vetëm shqiptari që e kishte... Si funksionojnë këto grupe mes Italisë dhe Shqipërisë, Koli? Janë partnere me njëri tjetrin. Nuk ka grup, krimi është transnacional. Nuk ka grup shqiptarësh.
Nuk mund shkoj, nuk ta harrojnë këto historit me grupe shqiptarësh në... Edhe e dëgjova dhe prokurorin. Prokurori nuk mund të thot grupe shqiptarësh. Grupe transnacionale. Sa të vrasje nuk e ka bërë shqiptari se e vrisnin për 30 sekonda. E ka bërë bashkë me italianët. Në mënyrë absolute. Si që kanë italianët me njëri tjetërin. Edhe shqiptarët. Nuk ka një grup shqiptari cili është i gjithi shqiptar. E vetë në një rast që është gjetur, nuk u gjetë, edhe aty kishte 2-3 vetat huaj, por është grupi kompania Belo e Dritan Regjepit. Vetëm ai grup. Që ishte i gjithi vetëm me shqiptar, nuk kap. Edhe ai u shkatrua, edhe kishte edhe lidhje. Nuk mund të ketë. Ky grup ishte me italian, po nuk mundesh. Jo vetëm pa mbështetjen e njëri tjetrit, po ndoshta edhe pa mbështetjen e politikës? S'ka lidhje politika në Itali. Po nuk ka korupcion atje si në Shqipëri. Nuk ekziston që politika dhe drejtësia ndihmon trafikun e drogës apo kriminal. Nuk ka lidhje kjo fare. Po në Shqipëri? Po në Shqipëri po, normale që këtu ndihmojnë, sepse ky është një vend me një korrupsion të lartë. Këtu politika fut hundët, prokuroritë e rrethave janë të gjitha të korruptuara, është tjetër gjë që ka mbetur vetëm SPAK. Edhe SPAK ka ulur numrin e operacioneve të tilla. Ky është një kërkesë nga Italia për shkak se nisi edhe për vrasjen e kryer në Itali, e cila është një vrasje e dhunshme dhe i ka shqetësuar gjithë. Ja dhe këto janë planet që tregojnë rrajën në një bar, pastaj marrjen në me një kamion, dërgimin në një tunel, të gjitha këto planet që po shohin edhe tuneli. Këtu në tunel kanë dashur ta djegin për të shtukur çdo identifikim të mundshëm të tij, nuk kanë mundur dot, janë të identifikuar. Po kjo prap nuk është vetëm vepër e shqiptarëve. Ajo që më pëlqen nga deklarata e prokurorit, normalisht, është ai thotë që shqiptarët nuk janë më shqiptarët e dikushëm dhe ky është ndryshimi. Prandaj ata thonë që është rritur. Shqiptarët nuk janë më marrin një gocë lagje edhe ushtronin prostitucion, edhe hëngrën dynjan mas ndaj i morën për gra, ose bën nga 20 vjet burg, ose nuk janë më shërbëtor, sot janë vërtet, janë të barabartë në të gjitha organizatat kriminale të cilat ushtrojnë aktivitete të trafikut të drogës, janë tashmë partnerë me të tjerët, ndajnë rrugët me ta, në një rrugë mund tjetë ka ndryshime midis transportit, dalja e drogës nga porti, blerja në Amerikën Latine, dhe zakonisht kjo është pika e fortë e shqiptarëve. Sepse të blesh drogë në Amerikën Latine, dikush duhet të rri peng, dikush duhet maj parat. Nëse të shton rruga, ti mban prapë përgjegjësi. Të gjitha janë me europianët, të cilët e kanë bërë këtë më herët, kanë hequr dorë nga këto mënyra çnjerëzore në fakt, sepse çdo gjë kontrollohet, shitja e parë kontrollohet nga grupe të latine, dhe atje nuk bën dot bësh, pavarësisht asaj që thuhet atje ka të vrasin për 30 sekonda. Në Kolumbi hidhet fal me jetën tënde, kështu që nuk ka kështu grupe nga këto prallat që dëgjon që shqiptarët bllokojnë Kolumbin, ku e diun Brazilin, Perun. Atje jeta e jote është dhe njeriu që vlerësohet më shumë në trafikun e drogës dhe njeriu më i rëndësishëm është ai që shkon në Amerikë Latine për të bërë dillin. Sepse aty vërtet njeriu luan me jetën e tij. Atje e ke jetën 5 sekonda, 7 sekonda. Nëse shpëton, vërtet që bëhesh një milioner i madh. Kjo është një arsye tjetër gjë. Aty bëhesh një milioner. Luan me jetën më, jenë peshore, jeta këtej, disa milion nëse rruga shkon normal, se do paguen dhe parat, dikush ka dal garante, tjera, nuk është një histori e thjesht në... Ndërkohë, Koli, janë sekuestruar shoqëri tregtare në Tiranë, ku dyshohet se vinin si pasojë e pastrimit të parave. Shumë operacionet të mëparshme janë dënuar penalisht 170 persona, 145 janë dhënë dënim nga 12 deri në 18 vite burg. A janë të gjitha këto mjaftueshëm?
mjaftueshëm. Unë nuk e di sa kanë fituar ata nga kjo trafik. Di që se djova dhe kronikën e kryesorja është se ne kur themi sekuestro, nuk duhet nxitojmë me sekuestro. Sekuestro do të thotë që ti e ke përkohësisht. Me një vendim gjykate do ja kthesh të Zotit. Ato që janë kryesore janë konfiskimet. Sekuestro është sekuestro. Sekuestro është ti nuk ja ke marrë. Mirë po nga që janë më shumë sekuestro, gjithmonë luajnë me batutën me fjalën sekuestro. Çdo të thotë sekuestro, sepse i ngatrojmë dhe njerëzit. Sekuestro do të thotë nëse ma merr mua unë prapë kam. Nuk ma ke marrë. Thjesht ti ma kontrollon që kjo të mos ketë një derivat të parave derisa të përfundoj procesi gjyqësor. Konfiskimi është arsye kryesore. Konfiskimi absolutisht po. Konfiskimi do të thotë bëhe shtetit. Dhe shifrat, rriti shifrat i të po sa herë kemi dëgjuar që sekuestrat ta kthejnë mbrapsht. Bëjnë show, marrin 100 milion këtu, 200 milion atje, 300 milion e pastaj gjithë gjykatat i kthejnë mbrapsht. Sidomos gjykatat e rrethave. Nëse ka vjedhje galopante dhe korrupsioni ka vajt deri atje ku nuk janë gjykatat e rrethave në Shqipëri. Nuk mundet. Gjykata e Tiranës është një ndër ku di unë, vatra më e madhe e korrupsionit në këtë vend. Dhe gjithë e dinë. Dhe kur kush nuk flet. Dhe për të mbuluar korrupsionin në gjykatën e Tiranës, korrupsionin në gjykatat e rrethave, ne flasim vetëm GKKO, e cila jep dënime, konfiskime, sekuestrime, dënime të rënda, e tjera për të fshehur të gjithë këtë historinë e shkatruar në këtë vend. Kjo është historia. Ndërkohë, Koli e ka patur operacione edhe në Sarandë në fakt së fundmi për ndërtimet paleje, si e ke parë gjithë këtë operacion të këtyre Gjykata e Sarandës për këtë rast nuk do ndodhte kur kjo të shkonte deri këtu. Gjykata me që po flasim edhe për gjykatat e rrethave. Me 4 vendime rresht ja ka marrë dikujt që kishte të vetën. Me 4 vendime rresht. Një super korrupsion ka në atë mes. E ka kryetari i bashkisë, e ka gjykata e Sarandës, e ka prokurori i rrethit me gjithë 2 prokurorët e tjerë që e kanë hetuar prej 10 vjetësh atë pronë. 10 vjetë. Dhe çfarë bën me korrupsionin e tyre? Lanë që të vriteshin dhe të plagoseshin njerëz. Lanë që të shkonin deri në u fut edhe policia me vjedhjen e saj galopante me 1, 2, 3, 4 në. Kjo është e gjithë historia. Se ku nuk filloi korrupsioni tek ai shefi i komisariatit, nuk filloi as tek ai IMT-s. Shkretari i gjykatës, është absolutisht kryetari i bashkisë. Prokurorët që e kanë hetuar disa herë këtë, e shihnin fare mirë se çfarë ndodh, se çfarë korrupsioni aty dhe e lanë. Megjithatë, shqyr që erdhëm në një pikë përgoditje. Atë filloi të lëvizi diçka. Unë uroj që kjo tjetë një sinjal për gjithë korruptuarit në Sarandë që mos luaj më me pronën e tjetrit. A kjo është e gjitha. E qartë. Koli, faleminderit që ishë në studio. Faleminderit ju.